Të nderuar shikues, jemi në Dibër, në fshatin Krifca. Para jush do të shfaqim një histori shumë interesante, e cila ka të bëjë me këtë xhami të fshatit Krifca, apo të ish para lagjes Krifca të Dibrës së vjetër apo të mëparshme. Kjo xhami është xhami e cila është rënu më njëherë pas rrëmjes së shtetit Osmanli, me ardhen e Serbit të parë pas vitit 1920 apo 18 apo 21 parafërsisht. Gjën e parë që e kanë bërë në Dibër serbët si zullum dhe padrejtësi në Dibër është që e kanë rënu dhe e kanë prish këtë xhami. Që pas shumë vitesh, në vitin 2017 dhe në fillim të vitit 2018, një nga familjet bujare të qytetit të Dibrës vendos që atë xhami të rënuar në atë kohë ta rikthen ndërtimin e saj në temelet e saj të vjetra. Këshilloj gjithë vëllezërit ku dinë xhamia të cilët kanë qenë më parë, të cilët i kanë rënu sërbi, zullumçari, kush do qoftë ai, me mundësitë e veta të rikthejnë ndërtimin e atyre xhamive që janë histori e jona e pandashme, fetare dhe kombëtare në trojet tona. Lutë Allahun azza wa xal që Allahu ta bekon pasurinë e kësaj familje, ta shpërblen që ruajnë trashëgiminë tonë fetare dhe kombëtare në trojet tona, në veçantë në qytetin e Dibrës dhe në vende të tjera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.